Sot në mëngjes kemi pasur një skenë dhune përpara parlamentit. Duhet të kuptojmë që prej 31 ditësh kemi qindra mijëra protestues të rinj, të reja, student, baballar, prindër, pensionist, që dalin çdo mbasditë dhe protestojnë. Dhe çfarë kemi parë dhe protestojnë kundër Edi Ramës, kundër Sali Berishës dhe kundër përfaqësuesve të tyre në parlament, sepse shohin atë parlament jo si përfaqësuesin e popullit. Jo si përfaqësuesin e tyre. Dhe tani kjo është një patjetër. Sigurisht që votimet ishin një vit më përpara, por që prej një viti unë mendoj që dinamikat në këtë shoqëri kanë ndryshuar shumë. Me të drejtë Zamira si një deputete e re thotë që s'ja kam kujt borxh. Në fakt Zamira mua më duhet të them që qytetarët e kanë mendjen tek ai parlamenti dhe e dinë shumë mirë se kur votohet për mbrojtjen për të mos hequr mandatin e të korruptuarve që s'pak u ngre akuza. Kështu që pak faj, patjetër, absolutisht dhunë. Ju përmend të faktin që s'ja keni kujt borxh. Sepse, po pra, protestuesit, sepse ju ndaheni, thoni ne jemi protesta, atëre do të bëj dhe një pyetje tjetër. Protest pa kohë, pa lider. I keni pyetur qytetarët e Vlorës, keni bërë me qytetarët e Vlorës seanca dëgjimi Patjetër. Qytetarët e Vlorës, ajo protest lindi për Vlorës. Dhe sot kjo protest po dëmton më së shumti turizmin e Vlorës. E kishim te ju si përfaqësuese e Vlorës. I pyetur për shembull qytetarët e Vlorës kur ke propozuar atë ligjin për investitorët strategjik dhe për marinën për ndryshimin. Pse nuk e propozuar ti? Pse nuk e propozuar për shembull një ligj që këto 88 hektarët që do t'i jepin atij Osmanit, të mos i ktheheshin qytetarëve si kompensim për pronat e tyre të humbura apo për pronat e tyre tek ligji që ka kaluar ai ligj ishte vetëm për ato raste, kur sepse nuk u ka qytetarët, po dhe një vend ankorim. Ke bërë dhe tica zgjedhje me atë votën tënde në parlament që i ke irrituar ata qytetarët atje. Jo, absolutisht, mua më vjen shumë keq, pasi nëse flasim për zhvillim ekonomik, nëse flasim për të ardhurat, qytetarët e Vlorës ka nevojë për të zhvillim, ka nevojë për qetësi. Pasi qytetarët e Vlorës sot u japin çdo ditë përgjigje, mesazhe dhe nga ata studentë që tani semi sot me ta zysha ne nuk vim më natë protestë. Pse qytetarët e Vlorës po ja japin çdo ditë përgjigje. Pse? Dhe dita ditës ata protestuan për shkak të zgjedhjet lokale, dashur, në zgjedhjet lokale juve ju kanë marrë pjesë më pak se 10% e zgjedhësve. Pra, në zgjedhjet lokale të pjesshme, që u bën në nëntor. Me sa vota? Nga 150 ca mijë zgjedhës, vetëm 5, po jo më tregues është, se ishin 3 muaj, po pasi që nga